Të nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, normalisht që ekzistenca jonë në jetën e kësaj bote nuk është e rastësishme dhe nuk mundet tek Zoti subhanahu wa taala të ketë diçka të rastësishme, por çdo gjë prej Zotit dhe nga Zoti vjen me kader, me caktim dhe paracaktim prej Allahut subhanahu wa taala. E duke qenë se ekzistenca jonë në këtë botë nuk është e rastësishme, ajo që lipset për njeriut është të kuptojë rolin e tij në këtë jetë. Roli i njeriut është marrja e përgjegjësive. Allahu subhanahu wa taala kur i ka folur me lajkeve të tij në lidhje me krijimin e njeriut, në surën Bekare na përshkruan dhe thotë: "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa." E kur Zoti u tha atyre me lajkeve se unë në tokë do të caktoj një zëvendës. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Ata me lajket ju drejtuan Allahut subhanahu wa taala dhe I thanë: O Zot, apo vendos ti në tokë një shkatrimtar, një të tillë I cili krijon gjakderdhje e bën shkatrim? Allahu tha: unë di atë që ju nuk e dini. E pikërisht pasi ky njeri merr mbi sube përgjegjësinë me të cilën e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, I lipset dhe të jetojnë këtë botë. Në këtë botë kalimtare, për cilën njeriu do të pyetet për çdo çast që ka kaluar në të, duke qenë si krijesë e përgjegjshme, I nevojitet njeriu të ketë dhe stoli, të ketë dhe bukuri të kësaj bote. E një prej këtyre stolive e bukurive e përshkruan I madhnueshmi Allah në Kur'anin famlar, ku siç e lexova edhe pak më parë, thot: "El malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Pasuria e fëmia është stoli e kësaj bote. Është stoli e kësaj bote. Wal baqiyatus salihat, por ato të cilat do të jenë të përjetshme, do të jenë të përhershme, do të jenë të pandërprerje, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Janë me sevap të pandërprerje tek Allahu dhe janë shpresa e vërtetë, shpërblimi I vërtetë. Të nderuarit e mi, nga ky ajet kuptojmë një prej begative të Allahut që është fëmia. Por çdo begati dhe çdo mirësi, në të njëjtën kohë dhe çdo sprovë, është një përgjegjësi për njeriu. Nuk është thjesht një privilegj, por është një përgjegjësi që I shtohet atij. Ndaj nga çasti që të ka bërë krijesën më të përzgjedhur, në të njëjtën kohë të ka ngarkuar. Allahu xhelle xhelalu na drejtohet në Kur'anin e tij famlar dhe thotë: "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal." فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Ne ja përnshtruam amanetin. Amanet është bartja e përgjegjësive. Çfarë do lloj përgjegjësie? Ne ja përnshtruam amanetin, përgjegjësinë, besimin dhe qëndrimin përpara Allahut për të dhënë llogari qiejve dhe tokës, madje dhe maleve. Por ata refuzuan të bartin atë dhe bartja I njeriu. Çfarë tregon Zoti me pjesën që e bartja I njeriu? Allahu xhelle xhelalu na tregon që njeriu është krijesa e përzgjedhur e Zotit. E bartja I njeriu innahu kana zaluman jahula. Me të vërtetë që ai njeriu është I padrejtë dhe ignorant, I paditur. Do të jetë I padrejtë kur nuk do ta respektojë. Do të jetë I paditur kur nuk do të di se si të veprojë. Ndaj një ndër amanetet me të cilat na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala janë dhe trashëgimtarët tonë. Trashëgimtarët, fëmijët të cilët në vetvete me patjetër që janë nimet dhe begati prej Allahut, por kërkojnë një përgjegjësi. Aq më tepër në një kohë në cilën ne jetojmë, ku shumica prej nesh janë thjesht prindër biologjik, sepse edukimin e fëmijëve tanë ka marrë përsipër dikush tjetër, nëpërmjet programeve arsimore dhe mësimore që kanë vendosur, ku nuk të kanë pyetur ndonjëherë nëse je I pajtuar apo jo, ti si prind apo roli jot në këtë shoqëri. Ndaj, në këtë ditë kemi nevojë akoma më shumë
të jemi më pranë fëmijëve tanë. Kemi nevojë më shumë t'i kushtojmë vëmendje akoma dhe më shumë atyre. Kemi nevojë të jemi edukator. Të jemi edukator ashtu siç Allahu xhelle xhelalu drejtohet në Kur'an e tij famlar ku thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara." O ju të cilët keni besuar, mbroni veten, sepse je krijesa e përgjegjshme pra. Mbroni veten dhe familjen tuaj nga zjarri, lëndjekse e cilit janë njerëzit dhe janë burët. Si ta mbrojmë veten? Veten e mbrojmë duke u kapur pas fesë Allahut, pas besimit pastër. Si ta mbrojmë familjen? Duke i ushqyer pikërisht besimin, të cilin e kemi përqafuar dhe e kemi zgjedhur me lirinë tonë të plotë, me përgjegjësinë më të madhe. E për ta mbrojtur këtë familje, e për ta mbrojtur këtë shoqëri, drejtohet i madhnueshmi Allah dhe thotë: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha." E ti urdhëroje familjen tënde me adhurimin, me faljen e namazit dhe duro. I durimtar kanë thënë, i thua një herë, nuk përgjigjet. I thua 2 herë, një herë të tretë e anashkalon, e harron, neglizhon gjërat kësaj natyre të cilat janë pafund, wastabir 'alayha. I vazhdimisht i durueshëm dhe përsëritja në mënyrë të vazhdueshme. Përse? Sepse ti je përgjegjës përpara Allahut subhanahu wa taala. Të nderuarit e mi, në një prindërim, edukata për cilën ose për kujdesi për cilin ka më shumë të nevojë një fëmijë, e klasifikojnë në 3. I pari për kujdesi shëndetësor ose trupor, i dyti për kujdesi mendor dhe i treti për kujdesi shpirtëror. E përsa i përket atij të parit për kujdesi shëndetësor ose trupor, që në vegjëli të ti kujdesesh për shëndetin e fëmisë, mënyrën se si jo ushqen, mënyrën se si përkujdesesh për të, kur është i smur, mënyrën se si gjen metodën më të mirë me aq sa ty të mundsohet të përkujdesesh për të. Dhe kjo është një detyrë prindërore. Është një detyrë dispozit prindërore. E dyta, vjen çështja e arsimimit të tij. Vjen çështja e përkujdesjes mendore të këtij fëmije. E në këtë përkujdesjen mendore nis që në vegjëlinë e saj, që në esencën dhe zanafillën e saj, duke i përzgjedhur një emër me domethënie të mirë, një emër me të cilin nuk do të turpërohet në të ardhmen, një emër të cilin ti do ja zgjedhësh, por do e ndihmosh që ai ta ndërtojë atë me fjalë me vepër. Ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar dhe thotë: "Khairul asma'i ma humida wa ubbid." Emrat më të mirë janë ata që në vetvete bartin falënderim ndaj Allahut dhe bartin shprehin ndjenjën e adhurimit ndaj tij. Është bërë kjo çështja e emrave në ditët në cilat jetojmë, nuk gjen më as fe dhe as traditë kombëtare që dëgjon emra nga më çuditshmit, që nuk ka burr nënë me i majt mend. I dëgjon të habitesh nga buroi ky emër, çfarë domethënie ky ka? Nga vjen, ku synon njeriu të shkojë me këtë emër? Arabët e para Islamit kishin zakone të çuditshme. I emërtonin fëmijët e tyre me emra bishash. Dëgjon edhe në ditët në të cilat ne jetojmë, për fat keq. Njerëz të cilët mendojnë se po të lavdërojnë thotë habisha, mirë, ç'është kjo habisha? Ne jemi njerëz, na ka dhëruar Allahu xhelal xhelal, ti thua bish. Po deshëm i qenë bish, shko ke kopshi zoologjik atje, ka vend në për ato kafazët për bishat të tjera. Në vend se mi i thonë tjetërit një fjalë të ëmbël, një emërtim të bukur, shkon dhe emërton me emërtime të pahishme. Kjo është një edukatë të cilën në jetë duhet vazhdimisht ta kesh prezente, qoftë me fëmijët e tu dhe qoftë me çdo tjetër. Pra në përzgjedhjen e emrit, arabët e para Islamit, sepse kishin humbur busullën e orientimit që ishte feja, emërtonin si tua kishte ënda. Madje një prej
dhe profeti alayhi salatu wasalam e kishte zakon në mënyrë të vazhdueshme që u ndryshonte emrat njerëzve kur në vetvete bartnin emërtime jo të hijshme. Apo kur dikush i shkon profetit alayhi salatu wasalam dhe i dërguar i Zotit e pyet dhe i thotë që si e ke emrin? I thotë kam emrin e përkthyer ndryshe në gjuhën tonë Terslik. I thotë profeti alayhi salatu wasalam ante sahl, ti je i mbar, nuk je i tersët. I thotë i dërguar i Zotit, nuk e ndroj emrin të cilin më ka lënë baba, më ka emërtu baba. Një prej pasardhëve të tij ose gjyshi i tij do të jetë një prej dietarëve të Islamit, Said ibn Musayyib, i cili thot, sikur gjyshi i tij ishte përgjigjur pejgamberit alayhi salatu wasalam kur ai e këshilloi, se nga jo ditë në shtëpinë tonë nuk kemi parë hajër e marsi kurrë, vetëm terslik i kemi pas gjëra. Arsyeja, sepse ti i nderuar im nëpërmjet emërtimit, nëpërmjet mënyrës se si i flet tjetrit apo se si i drejtohesh, ti po e kërkon me gojën tënde dhe me dëshirën tënde të lirë të ndryshojnë gjërat ashtu sikur se ti dëshiron. Një pikë e dytë në këtë pjesë apo edukimi psikologjik, normalisht një çift është mëse normale dhe mëse natyrshme që bashkëshortit dhe bashkëshortja të kenë edhe konfliktet e tyre, herë të logjikshëm dhe herë të palogjikshëm. Ajo që duhet të bëjnë këta dy është të ruajnë një lloj privatësie në këto konfliktet apo mosmarrveshjet që kanë me njëri tjetrin. E kur këto konflikte apo mosmarrveshje herë muhabet e kodi, domethënë, që është mos e normale dhe mos e natyrshme, nuk respektojnë privatësinë, kjo përkthehet tek fëmia. Dhe shikon domethënë se një fëmijë i cili nuk gëzon harmoni tek prindrit e tij, përfundon në një gjendje që bëhet agresiv, bëhet i dhunshëm, e gjëra të kësaj natyre. Nëse prindrit duhet me patjetër që ta respektojnë këtë pikë, që edhe konfliktet nga më të vogla, nga më të thjeshtat, t'i ruajnë në privatësinë e tyre larg fëmijëve, duke respektuar emocionet e tyre, atëherë çfarë ka bërë? Ka edukuar fëmijën e tij dhe ka bërë prindërimin me cilin e ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala. Pikë tjetër shumë e rëndësishme se si edukohet një fëmijë në anën e tij psiqike apo në anën e tij mendore, është dhe barazia që shprehet midis fëmijëve. Normalisht që njerëzit nuk janë të gjithë të njëjtë. Ndaj tek njëri fëmijë, mënyra se si ai sillet, pavarësisht se janë të gjithë fëmijët e tu, ndoshta mund tërhiqesh drejt tij pak më shumë nga tjetri. E megjithatë, profeti alayhi salatu wasalam e ka ndaluar që nëse i dhurohet dikujt diçka prej fëmijëve, t'i dhurohet vetëm njërit, por ka urdhëruar kur njëri ka shkuar tek pejgamberi alayhi salam dhe e ka bërë me dije se ka shumë fëmijë, Allahu është ai që ka, se ne jemi mësuar të themi kemi. Allahu është ai i cili ka gjithçka. Ne çdo gjë na është lënë në përdorim. Ka shumë fëmijë dhe i kish bler njërit prej tyre, i thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, atë gjithë dhe u bleve, jo thoi dërguari i Allahut, vetëm këtij, domethënë që e kam i çik si më për zemër ose pik dobët kur i themi ne. Tha ji i drejt. Ji i drejt i nderuar im, sepse ti po edukon. Ti po edukon. Mund të stimulosh dikë të cilit i duhet për shembull në arsimimin e tij një diçka plus tjetrit. Ama kujtoj edhe këtë tjetrin, që ta kuptoj se dashuria është në proporcion të barabartë tek të gjithë fëmijët, dhe kështu ti po edukon. Një tjetër pikë tjetër është edhe çasti kur fëmia mund të bijë në një gjendje shkëtrimtare për të. Këtu prindi duhet marrin dorë frerët e drejtimit të jetës. Duhet drejtoj dhe një herë tjetër dhe t'i tregoj, domethënë se ai është prind dhe është për krah ti gjithmonë, të përpiqet jo thjesht të kritikojë, por së të konsultohen për gjetur një zgjidhje në problematikën në cilën mund të ketë rënë ai fëmijë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse ne flasim në mënyrë të vazhdueshme, domethënë respekti i prindit, por harrojmë se respekti i prindit ndërtohet pikërisht në edukimin që ky i ka ofruar fëmisë. Ndaj ti po kërkon një ndërtesë në të ardhmen tënde, por ke harruar të vendosësh bazat dhe themelet. Nuk mund të ndërtosh i nderuar im pa themele se shembet.
në kalimin e kohës vetvetiu, ndaj edukimi i fëmisë është garancia e të ardhmes e respektit dhe me ta ditë vlerën dhe kimetin me bë urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Vim tek ajo që është më e rëndësishme e gjithëve, sepse shpesh herë njerëzit e bëjnë të parën për kujdesen për anën shëndetësore të fëmisë, deri diku për kujdesen edhe për anën psiqike të tij, apo për arsimimin e tij, duke lënë mënjan një boshlik tjetër që është ana shpirtërore. Pra ne jemi trup, arsye logjik edhe shpirt. Jemi të përbërë nga këto tre element. Nëse përjashton njërin element për i tyre të jesh i bindur se të tre këto do të çalojnë. Por më kryesori i gjithëve është ana shpirtërore. Nëse do të mbetet pa ju plotësuar dëshirën në një ushqim, në një veshje, në një piknik, në një shëtitje, nuk do të përbëjë ndonjë problematik të madhe sa përbën problem ana e tij shpirtërore, që është edukimi i tij shpirtëror. Jetojmë në vend ku për të patur pavarësinë të cilën e gëzon ky shtet dhe sovranitetin, është derdhur gjak i mira dëshmorëve dhe shahidave musliman, që ti sot të jesh sërish në këtë fe, në këtë besim në vatanin tënd. Dhe shpërfillet pjesa e të qenit një faktor kryesor në themelimin e këtij shteti, duket privuar në një ndër gjërat më kryesore, që është lënda e edukatës fetare në shkolla. Një vend me përqindje të lartë të anëtarëve të besimeve të ndryshme, të paktën ato qiellore, dhe të privuar nga arsimi apo nga edukata fetare në shkollat tona. Një fëmijë i cili studion një program akoma se prejardhja e tij është prej majmunit. Çfarë do të presësh në të ardhmen e tij? Një majmun ka për të dalë, se gjë tjetër nuk mundet çfarë me të dalë. Nëse nuk i japim busullën e orientimit, me rrënjosur tek ai dhe me mbjellur frikën prej Zotit, se çdo gjë në jetë duhet ta lidhim me Zotin, me besimin në Zot, me frikën prej Tij, do të prodhojmë fëmijë të cilët biologjikisht janë të tut, në aspektin edukativ janë të tillë që të thonë prindi, qoftë nëna apo babai, e ka për detyrë të investojë për mua, s'kam se t'i them as faleminderit se nuk më ka pyet thot kur më ka sjell në jetë. Dhe ky është një realitet i hidhur të cilin ne sot po e dëgjojmë shumë. Përse po e dëgjojmë shumë, nderuarit e mi? Po e dëgjojmë sepse mungon feja dhe mungon besimi. Prindër të cilët kanë zgjedhur me lirinë e tyre të plot besimin, por që këtë besim nuk u apërcjellin dhe nuk u ushqejnë fëmijëve të tyre ashtu siç duhet, ose për kujdesja është e pakët. Ndaj të nderuarit e mi, lipset të jemi prindër jo biologjikisht vetëm, por të jemi faktor kryesor në formimin e fëmijëve tanë, në formimin e shoqërisë dhe në ruajtjen e saj. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين أستغفر الله العظيم. E ju mos u bëni shkaktar të shkatërimit në tokë, pasi ajo është në rrugën e mbar. Pasi ajo është në rrugën e mbar, kanë thënë komentatorët e Kuranit, pas dërgimit të profetëve. Pra Allahu xhel xelalu na ka dërguar busullën e orientimit dhe ti kërkon tashmë të përjashtohesh nga kjo busull e orientimit, sepse ta ka ëndë, ta ka qefi dhe ta ka tek aty. Ndërkohë që Zoti xhel xelalu na ka përshkruar në Kur'anin e tij famlar popull të cilët janë shkatruar për këtë arsye. Ndërto populli i Adit dhe i Thamudit, sikur se na përshkruan në Kur'anin e tij famlar duke thënë alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. A nuk e ke parë, thot ti Allahu xhelle xhelalu, se ç'bëri i madhnueshmi Allah me popullin e Adit?
fisi Iran, të cilët ishin të shquar me ndërtimin e tyre, pra zhvillim, përparim, civilizim, por thjesht në ndërtim. Po ashtu në përmend Themudin, në përmend edhe Faraonin, e faraonët e ndryshëm, alladhina taghaw fil bilad, por krahas zhvillimit të cilin e kishin, ata shkatruan në tokë, shkatruan besimin fillimisht. Populli i Adit tallënin me urdhrat e Zotit dhe krenohënin, domethënë se janë në ndërtesa shumë të fuqishme. Dhe Zoti na përshkruan se ato i shkatroi në 7 ditë me erë, me atë që nuk e prisnin. Populli i Thamudit sërish kundërshtuan urdhën e Allahut për të respektuar dhe vend të cilin e kishte zbritur Zoti në tokë, e sërish ata e vranë. Edhe ato Zoti xhelel xhelalu i shkatroi. Po ashtu shkatroi popullin e Lutit dhe shumë të tjerë. Dhe na tregon i mëdhnueshmi Allah se sa herë që popull të ndryshëm do të synojnë shkatrimin në tokë, Allahu do t'i shkatrojë. Sepse Zoti i tokës, i qiellit dhe i gjithçkaja është Allahu xhelel xhelalu, ndërsa ty dhe mua, i nderuar im, të mbetet se ku do të pozicionohesh, por jo thjesht se ku do të pozicionohesh në heshtje, por se ku do të pozicionohesh me vepër. Ndaj dhe i mëdhnueshmi Allah na drejtohet dhe thotë: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ju keni qenë populli dhe kombi më i mirë i dalë në faqet dheut. Urdhëronit për të mirë, ndalonit nga e keqja dhe besonit në Allah. Komentatorët e Kuranit, kur kanë komentuar pikërisht këtë frazë, këtë ajet, kanë thënë: Allahu nuk e nis me besimin në Zot, por e nis me urdhëresën dhe ndalesën, të cilat duhet bëhen në emër të Allahut subhanahu wa taala. Sepse një popull i cili reagon për të mirën e tij, për të ardhmen e tij, për edukimin e fëmijëve të tij të ardhme, ndaj shkatërimit i cili synohet, ai popull jeton dhe ai ka zgjedhur të jetë ashtu siç na e përshkruan profeti alayhi salatu wasalam dhe thotë: shembulli i Paris dhe shembulli i popullit është si shembulli i një turme njerëzish të cilët udhtojnë të gjithë së bashku në një anije. Disave u ka rënë të jenë lartë, pra paria, disa do të drejtojnë, dhe disa do të jenë poshtë. Këta të cilët janë lartë nuk është privilegj, por është përgjegjësi. Këta të cilët ndodhen lartë me sjelljen e tyre mund të shkaktojnë të tillë veprim sa këta të cilët ndodhen poshtë, në pjesën e poshtme të anijes, thonë: nuk po ngjitemi lart për të mbushur ujë dhe për të kryer nevojat tona, se i shqetësojmë këta të tjerët, ose ndoshta nuk na lën ta veprojmë një veprim të tillë, por po e shkallmojmë pak të anijen sa për të mbushur ujë. E nëse këta të cilët ndodhen lart e lejojnë, thot, një diçka të tillë, do fundosen që të gjithë. Sepse ai i cili është aty në krye është përgjegjës për veprimet e këtyre të cilët ndodhen këtu poshtë. Pra e ka forcën e ligjit dhe e ka autoritetin për ta vepruar një diçka të tillë. Po si t'i bëhet ku në emër të lirisë dhe në emër të respektimit të drejtave të njeriut, prirjeve të tij, lirisë së tij, kundërshtohet i mëdhnueshmi Allah, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përshkruar dhe thotë: ma min mauludin illa yuladu ala al-fitra. Çdo kush i cili lind në natyrën e pastër në cilën e ka krijuar Allahu, qoftë në natyrën e tij biologjike dhe qoftë në lirinë e tij të besimit dhe çiltërsinë e besimit. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Janë prindrit ata të cilët i japin orientime të ndryshme, qoftë për në hebraizëm, qoftë për në krishterrim, apo qoftë dhe në zjarputizëm. Dhe më pas thot, lexoi profeti sallallahu alaihi wasallam ajetin kuranor:
fitrat Allahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Kjo është natyra e pastër në cilën Allahu i ka krijuar krijesat e tij, njerëzit e tij. Nuk ka ndryshim, nuk duhet të ketë ndryshim dhe nuk duhet të mendohet as se si të ndryshohet në krijimtarinë e Allahut me pretekstin prirjet hormonale. Pra Allahu subhanahu wa taala nuk e paska ditë kur të ka bë mashkull si gjini apo kur të ka bë femër, se paske për të pas në të ardhmen prirje të ndryshme. Të nuk janë gjë tjetër vetëm se orientimet e shejtanit mallku, qoftë prej njerëzve dhe qoftë prej xhinëve, por më shumë prej njerëzve, të cilët po kërkojnë që në emër të lirisë me demek, në emër të njerëzillikut, ata të cilët nuk pyesin, jo nuk pyesin për njerëzillok, por kur bëhet fjalë për të shpëtuar një macë dhe një qen që është një shpirt me patjetër që duhet të respektohet, çohen kombën kom, qeverin kom për drejtat e kafshëve. Kur vriten me mira, me qindra mira, me 10 mira, mund të jetë drejta e dikujt, apo mund të jetë liria e tij, apo po I cënohet liria e filanit dhe fistekut. Dhe këta po komandojnë sot botën. Për të tilla agjenda po orientohet sot sipas dëshirave politike për plotësimin e asaj që quhet ndryshe antarësime. Pra të antarësohemi diku. Çen këto antarësime nderuarit e mi. Ne kemi nevojë të antarësohemi në besim fillimisht. Ne kemi nevojë të jemi njerëz, të jemi robër të Allahut subhanahu wa taala. Ne kemi nevojë mbi gjithë se do jemi të gjithë përkohshëm, edhe ata të cilët janë lart, edhe ata të cilët ndodhen poshtë. Por një diferencë, se kur qëndrojmë përpara Allahut subhanahu wa taala, ti dhe unë dhe shumë të tjerë, përgjegjësinë mund ta kesh shumë të kufizuar, ndërsa ai I cili ka zgjedhur që me dëshirën e tij të jetë aty lart, përgjegjësinë e tij do ta ketë shumë madhore. Ndaj kemi nevojë që kur të privohemi nga të drejtat, ti kërkojmë ato. Nuk vijnë të drejtat nëse nuk I kërkon. Nuk vijnë të drejtat vetëm se me lutje në xhami, që është një obligim, me patjetër, lutja është gjëja më madhështore, por nuk bëhen shumë gjëra vetëm me lutje, por bëhen me përpjekje. Profeti alayhi salatu wasalam në betejën e Bedrit, shumë ju lut Allahut subhanahu wa taala, po në të njëjtën kohë shumë edhe planifikoi për përballjen e madhe që do të kishte me kurejshitët. Dhe kemi nevojë të marrim frerët e amanetit me cilin na ka ngarkuar Allahu subhanahu wa taala, të marrim dorë, duke filluar me veten, duke filluar me familjen, me fëmijësinë, me shoqërinë mbar, deri duke e zgjeruar këtë amanet. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء السادة الحنفاء ساداتنا ووالينا الكرام سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين. Zoti më dhënueshëm, na fal mirësi, na fal begati, na udhëzo Zot, na bëj të qëndrueshëm në këtë fe, na afro me njëri tjetrin, na afro për nga e vërteta. O Zoti I gjithësisë, mos lër të sëmur pashëruar, të stresuar e të munduar nga brengat e jetës, pa ja larguar hallet, brengat dhe streset e tij. Zoti I gjithësisë, mos lër borxhli pa ndihmuar në shlyerjen e borxheve të tij. Për çdo të pastrejo Allah strahoje, për çdo të sëmur Allah shëroje, për çdo të uritur Allah ushqeje. O Zot, në I zgjo zemrat tona nga gjumi I thellë I cili ka kapluar. Të lutemi Ty më dhënueshmi Allah për muslimanët anë mban botës, kudo që ata janë, kudo që ata ndodhen. Zot, derdh mbi ta mirësinë tënde. Zot, derdh mbi ta begatinë tënde. Zot, derdh mbi ta frymën e bashkëpunimit të solidaritetit. Të lutemi Ty më dhënueshmi Allah veçanërisht për muslimanët dhe vëllezërit tonë në Palestinë, në Gaza,
kudo derdhet gjaku i tyre, kudo trazohet siguria e tyre, Zoti i pranë tyre dhe ndihmojnë ndaj armikut tonë dhe armiqve të tyre. Të lutem ty i madhnueshmi Allah që fjalën tonë të fundit për kësaj bote ta bësh fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Na e mundëso ta jetësojmë atë dhe të jetojmë me të. Na e mundëso të vdesim me të. Na e mundëso i madhnueshmi Allah të bashkohemi me njeriu i cili ftoi për në këtë fjalë Hazreti Muhammedin alayhi salatu wasalam në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Të lutem ty i madhnueshmi Allah, sikurse na e mundsove të mbledhemi këtë ditë begat, në këtë vend begat, me madhëruar madhërinë tënde, na mundso Zot që të gjithë bashkë me familjet tona, bashkë me të gjithë ata të cilët i duam dhe na duam për hatrin tënd, të bohemi në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. أشرقت نفسي بنور